Por nuk ka dyshim sa ata që ekzekutuan Gilmando Danin, që shkrehen me 10 breshri kundër tij, ishin njerëz të qeverisë, më të fuqishëm se viktimat e tyre. Ju e pat, ata 3 vrasës mund t'i cilësosh fare mirë antar të forcave speciale për ka shkalla e përgatitjes tyre, të policisë së shtetit, të ushtrisë, natyrisht, mund t'jenë dhe vrasës me pagesë, por në emër të bandave më të fuqishme, rivale, të cilave ju vun dispozicion aeroporti për të kryer hakmarrjen e verbër. Nuk duhet të hy këtu, se janë të njohura hakmarrjet mafioze të bandave me njëra tjetrën, të këtyre bandave njëra me tjetrën. Nuk është problemi imaj, por çështja është se banda që ekzekutoi Gilmando Danin dhe plagosi rënd Mustafa Sheqerin, kontrollonte aeroport në Rinasit në çdo skaj në rrafshin e sigurisë së tij. Ndaj dhe kreu me aq gjaktësi, me aq siguri, ditën për drek, para kamerave dhe 10 qytetarëve dhe policëve që kalonin aty. Para komisariatit policisë, para salonit të vipave, pra banda nuk zgjodhi një rrugë diku larg, nuk zgjodhi një rrugicë të ndërtonte pritën, sepse ajo kishte në kontroll të plot aeroportin. Ky është dëshmi tjetër flagrante e narkoshtetit, të Ramaduros apo Norjegës së Europës. Kjo është dëshmi tjetër e lidhjeve të krimit dhe bandave me nivelet më të larta të qeverisë. Kjo është një dëshmi tjetër e turpshme e censurës, ku mediat ndonë se kanë të gjitha dhanat, nuk flasin për lidhjen si mishi me thoj të Muç Shaljanit me Ervin Hoxhën dhe të Gilmando Danit me Blendi Goxhën. Kjo është një histori e turpshme, si nderon kjo censurë.